Në esencë, ideja e Ahtisarit po pajtohet me Visarin ka qenë që të ndërtohet konsenzusi jo thjesht vetëm i shumicës me pakicën serbe, po dhe konsenzusi politik që mos të ketë në parlament vetëm një blok politik, respektivisht 2 bloqe politike, po të ketë sa më shumë. Këte e kanë aplikuar në Gjermani. Pas luftës dytë botërore, asnjëherë nuk ka ndodhur që një koalicion të jetë me më pak se 2, eventualisht 3 parti politike që kanë ndërtuar koalicionin. Çështja është se mungesa e maturisë politike të ne, si rezultat i kalimit prej lidhjes komuniste, një farë shëtije në lidhjen demokratike tani në demokraci, nuk ka prodhuar maturim politik të mirëfillt, po përkundrazi ka kriju ekstreme. Dhe ne jemi dëshmitar që mos të kishte qenë këfori këtu, pas luftës ka mund të ndodhe dhe luftë civile. Dhe në këtë rrafsh, po mendoj që konsenzusi nuk ka qenë i lehtë i ndërtueshëm në rast se nuk do të kishim imponim nga jashtë zarfe e tjere. Dhe kjo po pajtohet me Visarin që është pjesa më e vështirë e ndërtimit të logjikës konsenzuse edhe politike. Çështja është se ne ka njëherë insistojmë dhe ja gjuajmë pastaj. Unë e kuptoj Visarin, sepse edhe Visari, edhe disa që kanë dalë prej lëvizjeve dëndosje mund ta kenë edhe personale. Çdo gabim... Çka pa çështje personale në këtë mes? Sepse po e blokon Albin Kurti. Shikoni, nuk është problemi vetëm te Albin Kurti. Ekskluzivisht. Po thonë nuk është problemi vetëm te Albin Kurti, po konstaton që është edhe te Albin Kurti, apo? Po gjithsesi. Ju po e thoni nuk është vetëm, pra pe pranon që është ai. Shiko, po në është pjesë e krejt kompleksit, po ju këtu e keni pas në këtë studio, Hikmet e Bajramin, deputetën e nderuar, dhe ajo publikisht e ka thënë që nuk është çështje zgjidhja e kryetares së kuvendit. Për ne është jetike që t'ja pamundsojmë Albin Kurti tjerë qeveria 3, drejt legjitime. Këtë proces, duke bllokuar kuvendin, nuk është mirë. Veç pak, lutem, Ramabaja çish ka po thonë. Këtë problemi i diskutimit është këtu. Po lidheni që një qëndrimi një partije politike, nga ana tjetër, i ki do deputet të tjerë, të cilët kanë thonë, edhe të AK-s, edhe të PDK-s, ka thonë pa asnjë kusht, veç ndrou kandidatin, sepse që ky kandidat për ne o i papranueshëm. Tash këta të tjerë, ju po merrni shkas të Lidhja Demokratike e Kosovës që ka thonë hiç kërkon, po e përjashtoni, po e harroni, po s'po doni mu marrë me qëto që ka thonë o që të një veç një emën tjetër, edhe po ulemi po merremi vesh. Ju ku një problem, o që po boni kishë spenini PDK-n që po i dhët 40 deputet tjerë nxerini një për një jo votoj. Tash, zotre Ramabaja veç diçka do të me tregu. Pra, e kemi një aleancë për ardhmërinë e Kosovës. Pa një marrëveshje politike, hiç as PDK-ja s'po lyp marrëveshje politike. Po thot, nëse dënë me bo Albulena Agjeun, siguroj numrat. Nëse dënë me bo këndo prej që aty në 40 tjerve, që ku i ki votat e mija? Zotre Ramabaja, pse nuk Shumë fishimi në studiet tona i kësaj logjike të PDK-s edhe të AK-s është për me fsheh problemin, blokimin. Dhe blokimi po blokimi po ndodh për shkak se s'po dëshirohet qeveria Kurti 3. Jo, ideja është që Kurtuzë s'u dëshiru. E ke Lumir Abdigjikun i cili javën e kaluar të ajtën ke këtu. Tha që ju tregoj një matematik. Pa e se si kemi votat. Që ta ju tregoj një matematik. Tha po dojnë me bo Albulena Agjeun. Leta votojnë dikon tjetër, PDK-ja është e gatshme, AK-ja e gatshme. Si të kryhet, let jap dorëheqje. Çaj që e ka si Glau Konjurca që ka jap, dorëheqje e ka lëshu Vjosa Osmanit. Let ja lëshon më pas radhën Albulena Agjeut. Që kjo këtë që ka tha, pro egziston një matematik të cilën me e do është me e bu, e kanë thonë me tash edhe publikisht që egziston si alternativë me e bu. Po a ka vullnet me e bu duke e ditë se a i ka për një me numrat ajo, këtu tash na vlen ajo përvoja politike që përmendi Dardani dhe unë e kam përmend disa herë.
te Gjermania dhe te Austria nuk diskutohet për kandidatin e partisë së parë. Nuk diskutohet kën e propozon partia fituese. As në Kongresin Amerikan, kur të fiton Republikanët e fitojnë. Sistemi austriak është identik me sistemin tonë. Nuk e diskutojnë kën e propozon si të parin ose nën kryetarin e tjerë. Unë jam dakord që unë vetë jam përpjek, publikisht po e pranoj, që të shkoj varianti që të zgjidhet Fatmir Lima i kryetar. Pra nuk do të insistosha të isha deputet, duke shfrytzuar drejtën e deputetit, që thjesht ta bëjmë zgjidhjen. Dhe unë do të kisha votu për Fatmir Limën, në rast se do t'i kishim numrat. Si pas yllit e kështë trafnu partit? Shiko, unë mendoj që në rastet tilla konkrete, tash për shembull, Dilinke që është ekstremisht e majt, e ka votue CDU-n, kancelarin e saj, Friedrich Merz, e dini, erën e parë nuk i kaloi. Pse? Sepse rrezikohej seriozisht Gjermania me rshit në krizë politike dhe me marrë pushtetin partia fashiste, naziste, AFD-ja.